Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë që barna të shiten me çmim të unifikuar ka sjellë në një situatë ku në barnatore mungojnë edhe ato më esenciale. Kjo për faktin se shumë prej tyre duhet shiten me çmim më të lirë sesa çmimi i furnizimit. Sot masojtë kom pas domethënë kërkesa për glukozë 5%. Problemi është se na kena stoqe me çmime më të larta se sa jena furnizu. Njëjtën kohë, njëjta ndodhet me depo, domethënë, se atë kanë artikuj me çmime më të larta se sa që kërkon Ministria e Shëndetësisë me i shit. Andaj në mënyrë që kriza me mungesë barnash të mos thellohet, po kërkohet anulimi i vendimit. Oda e farmacistëve të Kosovës kërkon në mënyrë të menjëhershme pezullimin ose edhe shfuqizimin e vendimit të kundërlyqshëm, për ndryshe situata me mungesë të barnave në vazhdimsi do të rritet ende më shumë. Ministria e Shëndetësisë ndërkaq nuk theu përgjigje gjatë të martës nëse do reflektojë mbi kërkesat e farmacistëve. Megjithatë i vendosur të mosmbrapset ishte shprehur ministri Arben Vitia një ditë para se vendimi të hyjë në fuqi. Pres një tronditje po them të lehtë deri në stabilizimin e plot, por në këtë rrugë jemi të determinuar të mos tërhiqemi. Mes bindjes së ministrisë e kritikave të farmacistëve, qytetarët vazhdojnë që në për shumë barnatore për një bari të paguajnë çmime të ndryshme. Po, në 3 barnatore i shoh 3 çmime. Kjo është fakt. Po, plot. Vendimi për çmimet unifikuara të barnave hyri në fuqi përfundimisht me një shkurt pas disa përpjekjeve të dështuara, anipse ligji për produktet medicinale hyri në fuqi në korrik të vitit 2023.